Sot do të flasim për një nga sëmundjet më të përhapura në botë, e cila prek miliona njerëz. Dhe besoj që çdo njeri prej nesh ka ndëgjuar diçka rreth kësaj sëmundje. Ose ndoshta edhe ka në afërsi një person i cili vuan nga kjo sëmundje. Bëhet fjalë për sëmundjen e sheqerit ose diabetit mellitus. Ne jemi duke marrë vazhdimi sheqer në trupin tonë nëpërmjet ushqimeve, pra karbohidrateve. Dhe sheqeri ose glukoza përdoret nga qelizat tona si një burim energjie. Për të përdorur sheqerin nga qeliza, na nevojitet insulina. Insulina është transportuesi, taksi, prej gjak në qelizë. Dhe nëse kemi mungesë të insulinës, nuk mund të transportohet sheqeri në qelizë. Rritet niveli i tij në gjak dhe kemi problem. Ka 3 ndarje kryesore të sheqerit, pra sëmundjes së sheqerit. Tipi i parë është diabet mellitus i tipit 1, i cili prek fëmijët ose moshët fillestare. Kemi mungesë të prodhimit të insulinës. Pra është një sëmundje autoimune dhe nuk prodhohet insulina. Këto pacient kanë nevojë për marrjen e insulinës nga jashtë. Tipi i dytë prek moshët më të vjetra dhe është një ndër tipet më të shpeshta. Ndodh shumë shpesh që pacientët të kenë me muaj ose me vite sëmundjen e sheqerit, mirë po nuk e vërejnë ose nuk e ndjejnë. Edhe pse shpeshherë jep edhe simptoma. Ndër simptomat më kryesore është etja e rritur, urinimi i shpeshtë dhe marrja ose humbje të peshës. Nëse ne kemi nevojë për më shumë ose më tepër ujë se zakonisht, mund të jetë një informacion që ne të kontrollojmë gjakun. Ose nëse ne zgjohemi shpesh natën dhe kemi nevojë që të urinojmë, gjithashtu informacion i rëndësishëm. Ose humbim, marrim peshë, mirë po pa e ndryshuar ushqimin. Duhet të kemi kujdes. Shumë e rëndësishme. Personat të cilët janë të prekur nga tipi i dytë, nëse reagojnë në kohë, nëse vërejnë në fazën fillestare se niveli i sheqerit është i ngritur dhe e rregullojnë stilin e jetës, ushqimin, peshën, bëjnë aktivitet fizik, ka gjasa shumë të mëdha që këto ta stabilizojnë sheqerin në trup ose në organizëm. Edhe pse keni ekstrem ose shumë shpesh ngatrohet aktiviteti fizik me aktivitetin i punës. Nëse ti dikujt i thua që duhet të bësh aktivitet sportiv, të jesh më aktiv, ai thot pse unë jam çdo ditë duke punuar dhe jam mjaftueshëm aktiv. Pra, ka dallim aktiviteti sportiv me një aktivitet ku ne lëvizim në punë. Tipi i tretë është tipi i cili prek gratë shtatzëna. Paraqitet gjatë shtatzanisë dhe shanset janë të mëdha pas lindjes të normalizohet dhe të kthehet në mënyrën paraprake, pra normale. Shumë e rëndësishme është që të paktën 1 herë ose 2 herë minimum në vit të bëjmë analizat e gjakut. Dhe gjithmonë, jo vetëm në këto raste, kur kemi nevojë, por gjithmonë të mundohemi të kontrollojmë ushqimin, peshën, aktivitetin fizik. Nëse ne kuptojmë se vuajmë nga kjo sëmundje, nuk është fundi i botës, por çdo reagim i hershëm mund të jetë parandalim dhe mund të jetë disa herë edhe shërim. Edhe pse këto janë sëmundje kronike, të cilat janë pak vështirë për të shëruar plotësisht. Por nëse nuk shërohet plotësisht, të paktën të zvoglohet komplikimi ose dëmtimi në trup ose organizëm. Komplikimet e sëmundjes së sheqerit janë të shumta, ku ndër më kryesoret janë dëmtimi i arterieve ose enëve të gjakut, zemër, tru, veshk. Preken edhe nervat, në sy, në ekstremitetet e poshtme, domethënë në këmbë, ku
pas disa viteve mund të humbet shikimi, mund të humbim ndjesinë në këmbët tona dhe gjithashtu të shkaktojë çrregullime të ecjes, sulme në zemër, sulme në tru dhe insuficiencë të veshkave. Ndër terapitë e para tek tipi i dytë është terapia tabletare, ku nëpërmjet medikamenteve mundohemi që ta mbajmë në kontroll nivelin e sheqerit dhe nëse kjo nuk arrihet, atëherë duhet që të vazhdojmë me përdorimin e insulinës. Dhe tek tipi 1 i diabetit, i cili prek moshët fillestare ose fëmijët, përdorimi i insulinës është i patjetërsueshëm. Ju faleminderit për vëmendjen dhe për më tepër video, mos harroni të abonoheni në kanalin tim sepse do ketë në vazhdim shumë video interesante, për të cilave mund të merrni ndonjë informat i cila mund t'ju ndihmojë ose t'ju gjendet ndonjëherë. Ju faleminderit.